Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të dashur miq. Mirë se ju gjejmë në këtë mbrëmje paksa të ftohtë nga Tirana, po besoj nga gjithë Shqipëria, pavarësisht motit të çmendur të këtyre ditëve, mendoj që një origjinë ka, sepse edhe koha është mërzitur dhe është në zi për një fatkeqësi shumë të madhe të kombit shqiptar, të shuarjes së një ylli në tokë për të vazhduar rrugtimin e saj për të ndriçuar në qiell të madhen legjendaren, ikonën e kinematografisë dhe jo vetëm, por të gjithë artit shqiptar, Margarita Xhepën. Unë thoj Almën të shfaqim një moment kujtimi timin që kam pasur me të. Për ta sill pak në memorie të madhen Margarita Xhepa, e cila në fakt është kaq e madhe sa kinematografia kujton 32 role pjesëmarrje të saj në filma dhe 150 role në teatr, por dhe në fakt e sa pjesëmarrje në aktivitete deri në ditët e fundit të jetës së saj. Ajo ka qenë pjesëmarrëse dhe siç kam lexuar duke thënë gjumë popullin me të gjithë artistët e rinj. Dhe unë nuk pretendoj që jam e re në këtë rrugtim dhe kam një interpretim në formën e bashkëbisedimit me të madhe Margarita Xhepa, cilën dëshiroj ta ndaj me ju. Vajta në Stamboll për të bërë pazar. Për kujtim të blej një vajzë bajta. Paqja dhe selam, Mustafa Çan. Poçën më të mirë po të bate. Paqja dhe selam, Mustafa Çan. Vazoja nga Dora Shkauera. Vajza nga Dora Shkauera, më bëj 25 çon. Më erdhi rrotull deti Marmara. Dhe mu hapë turk si gro. Më erdhi rrotull deti Marmara. Pa më shau poçari keq, e unë turqisht e shava shqipe mënd si rash. Për që di, poçari nuk u likësht, veç të lotë në syve kuqi pash. Për që di, poçari nuk u likësht. Mos u çmend ky turk, ky musliman, unë e shaja i me duar në qaf. Po që tjetër mori në dyqan dhe më tha, më shaj për bes prap. Po që tjetër mori në dyqan. Pshertiu si unë, jam shqiptar, shqipullar, shqip edhe njëherë. Fjala shqipe nuk blihet në pazar. Në dyqan kam vjetë që se kam djerë. Fjala shqipe zblihet në pazar. Ikëm nga dyqani, burra dhe gra. Unë dhe një poçar e tjetër nuk ishte. Kjo ishte e madhja Margarita Xhepa, që do të kujtohet jo vetëm përmes lotëve, por do të kujtohet përmes madhështisë së saj, sepse yjet nuk vdesin kurrë. Ajo tashmë është dëshmimtare e kësaj deklarate të madhe që bën edhe emisioni në botën e fëmijëve, dhe ne krenohemi për madhështinë e saj, për gjithë gjurmët historike në gjithë artin shqiptar, si një themeluese e artit të pastër shqiptar. Kjo ikone kinematografisë sot pasohet edhe nga brezat e rinj, të cilët jam shumë krenare që e njohin, ndonse nuk mund t'i kenë parë gjithë filmat e saj, por gjithë zhvillimet e mëtejshme të Margaritës, si në rastin e Kejsi Shehut, që ka përzgjedhur një poezi cilën ajo e ka interpretuar, por në fakt për të drejtat e autorit, për të mos na penalizuar fshirjen e kësaj video, ne preferojmë ta sjellim nga Kejsi një prej interpretimeve të saj. Le ta ndjekim. Para se nisë interpretimin, desha të thoja 2 fjalë për të madhen. Në më thënë, ishte një si emri, margaritar, si Margarit, ishte një margaritar i vërtet. Dhe madhështia e saj qëndronte në thjeshtësinë. Kishte një thjeshtësi, kishte një originalitet, e kishte pjesë të vetes, po atë që thoshte, atë që luante, ajo e kishte pjesë të vetes. Dhe ishte frymëzim dhe unë do naturaliteti i saj. Po unë do përpiqem, nëse jam çereku i saj, jam mjaftuar mirë, për sa gjëra më presin. Është poezi nga Visar Shiti, interpretuar nga e madhe Margarita Xhepa, tashmë ndjer. O Zot,
sa gjëra më presin, që duhet i kryej e jetas mjafton. Më duhet një pyll kur nuk kam as një pemë, më duhet rruga që të eci, por unë mjerisht kam rritur me kohë. Më duhet të gdhem fytyrën time me duart e tua, por ti nuk je. Më duhet të çlodhem kur nuk kam bërë asgjë. Më duhet të lë një buzëqeshje në ajër, vetëm një. Por ne nuk dim ta kuptojmë kujtesën e ajrit. Kjo ishte. Faleminderit Kesi. Faleminderit. Faleminderit Nurë. Ne jashtë e imja. Dhe ne themi që u prejt në paq dhe në amëshim e madhja Margarita Xhepa nga gjithë fëmijët dhe stafi i emisionit Në botën e fëmijëve. Dhe që për një puna të tilla nuk ka vdekje kur. Absolutisht. Njerëz të tillë nuk. Le t'i kthehemi tashmë atmosferës së emisionit Në botën e fëmijëve. Siç ju e shikoni sot stafi është i reduktuar, por ne kemi risi, gjithmonë kemi prurje të reja. Dhe sot në panel ju shikoni një voglushe. Mbase më parë keni njohur voglushen, Noemi, e cila na ka ardhur përmes videos së saj. Noemi është kaq e vogël, por megjithatë interpretimin edhe mënyrën se si ajo e sjell këtu pranë nesh nuk është dhe aq e vogël, pasi premton shumë për artin e saj. Noemi vjen nga qyteti i Krujës dhe unë do të preferoja që ciklin Kartolina e javës pikërisht do ta filloja me Noemin, por më parë do të them dhe dy fjalë të tjera. Në emisionin e kaluar ne pritëm që Noemi të ishte pjesë për shkak të disa angazhimeve, ajo nuk u bë dot, por nga ky emision e tutje ajo do të jetë pjesë e këtij emisioni së bashku me maman e saj e cila e inkurajon. Dhe kemi pranë maman e cila është krah për krah me të, jo vetëm në emisionin Në botën e fëmijëve. Mirë se erdhe mami. Mami është gjithmonë prezent në të gjitha skenat që Ami vë këmbën, Noemi vë këmbën, në të gjitha angazhimet e saj artistike. Dhe dihet dhe kuptohet kjo lidhje e ngushtë që ekziston jo vetëm për të rritur kujdesshëm një filiz të njom, por njëkohësisht për të trashëguar dhe traditën familjare, pasi Noemi vjen nga një gjyshe e cila ka qenë edukatore dhe i ka marrë të gjitha frymëzimet e para të saj pikërisht nga gjyshe Lili. Dhe ne gjyshe Lilin e përgëzojmë, e falenderojmë që ka rritur një mbes me vlera të tilla, por jo më pak maman e saj, e cila e ka inkurajuar dhe ndjekur në çdo event artistik. Mami, mirë se erdhe në emisionin tonë. Nuk të dëgjojmë, ke të mbyllur mikrofonin? Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Tani dëgjoj shumë. Unë kisha dëshirë që mamit na e shpjegoj një çik në çfarë eventi merr pjesë Noemi. Noemi është në kursin e baletit dhe shoqëron në çdo ku ka koncert, gjithandej. Edhe jashtë të parë edhe në sfilatat e fëmijëve. Po. E kam parë që është pjesëmarrëse në sfilatat e fëmijëve dhe ka gjithmonë një paraqitje dinjitoze në skenë. Është shumë e lirshëm, nuk ka fare ndrojtje në çdo vend ku del, nuk është se ka turp. E ndjejmë këtë edhe e shohim nga paraqitja se zakonisht fëmijët kur vinë janë çik të ndrojtur. Sa vjeç është Noemi? Sa ka bërë 7, 22 mars. Okej, edhe 100 vjeç nga emisioni jon. Dhe fundme për Noemin dhe të gjithë fëmijët kudo që janë dhe që kanë dëshirën për të bërë pjesëmarrës në këtë emision. Ne javës kaluar patëm një emision të shikojmë botën me sytë e fëmijëve, ndërsa sot kemi nisur një cikël, Kartolina e javës, një cikël i cili do të na ndjek dhe do të na shoqërojë në emisionet në vazhdim, ku do të gjithmonë fëmijët do të sjellin impresionet e tyre, por ndonjëherë këto impresione mund të jenë dhe virtuale, mund të jenë edhe përshtypjet nga qytetet që kanë vizituar. Por unë e di shumë mirë që sot në këtë emision Noemi
ka përgatitur diçka për qytetin historik të saj nga Vjen, nga Kruja, dhe bashkë me mamin do na sjellin kartolinën e parë që starton në këtë emision me qytetin madhështor të Krujës. Leta ndihmë. Ta lexojon apo me që Noemi është çike vogël? Po patjetër, ti e ke krijuar vetë, lexoje dhe Noemi pastaj mund na përshëndes me diçka nga ana e saj. Mëngjes pranveror, nga qyteti i bukur i Krujës, ku çdo gur është e lagur nga vesa e mëngjesit. Dal nga dal, dielli fillon të dalë mbi kalan e bukur. Tregtarët në pazarin e vjetër hapin dyert e dyqanit të vogël, plot me qelima të thurë me dorë, suvenire druri dhe objekte të lashtë, duken si të dalë nga koha e Skënderbeut. Turistët të qetë ecin dal nga dal drejt kështjellës së lashtë që mban plot histori. Një grup balltarësh me kostume popullore vallëzojnë në oborrin e kështjellës. Dhe unë, nga horizonti i kalas, shikoj drejt fushat të pafund dhe detin në horizont dhe them sa e lumtur jam që jam krotane, një qytet i vogël, po me zemër të madhe, ku legjendat dhe jeta moderne ecin dorë për dorë. Qyteti bekuar. Faleminderit. Pritë Noemi do thot Krujë qyteti bekuar. Krujë qyteti i bekuar. Prite Skënderbeun. Po vjen si pëllumbi shkruar. Po vjen si pëllumbi shkruar. Të shpëtojmë më mëdheun. Shqiptarët ti shpëtoj nga zgjedhja e keqe. Nga zgjedhja e keqe. Turqisë. Edhe ty të nderoj. Edhe ty të nderoj. Se je kreu Shqipërisë. Se je kreu Shqipërisë. Pastrime shqiptar. Ka pastrime shqiptar. Që s'ju trembet syri kur. Që s'ju trembet syri kur. Në zemrën e ti ka zjarr. Në zemrën ti ka zjarr. Është i urë për trimë burr. Është i urë për trimë burr. Për trimë burr. Është i çike vogël Noemi, po. Faleminderit. Jo, jeni shembulli më i mirë i demonstrimit se të qëndrosh pranë fëmijës dhe ta mësosh atë në çdo hap të saj, ta shoqërosh dhe ta rrisësh me ndjesinë e bukur për dashurinë për artin, është gjëja më madhështore. Dhe ky do të mbetet një nga kujtimet më të bukura jo vetëm për juve, por edhe për emisionin ton. Nuk është hera e parë që kemi nëna në emision, por kjo ka ardhur në një formë tjetër. Kështu që jeni të mirë. Faleminderit shumë nga jo që më keni dhënë mundësinë. Absolutisht jo, ju do të qëndroni në panel si ta keni kohën, dëshirën dhe mundësinë, sepse Noemi është e lirë dhe e mundur bashkë me mamin të sillin dhe diçka tjetër pak më vonë, pasi të mbarojmë ciklin e kartolinave. Nuk do na largoheni. Jo, këtu jemi. Në rregull. Atëherë, ne do të vazhdojmë ciklin e kartolinës me qytetin e Shkodrës, të cilën do të na e sjelli Kejsi Shehaj. Sot jam Shkodër, një qytet me histori të lashtë dhe atmosferë magjike. Në këtë qytet bukur gjendet kalaja Rozafës që shtrihet mbi kodra duke treguar legjendat e kohëve të lashta. Rrugicat e vjetra me shtëpi të bukura dhe oborxhen ftojnë të imagjinosh aventura të reja. Fëmijët këtu shpesh luajnë pranë liçenit të Shkodrës, ku uji shkëlqen në ndjell dhe gjethet e pemëve krijojnë hije të këndshme. Gjithashtu mund të pijoni ushqim tradicional që bajnë zemrën të këndojë. Shpresoj që kjo kartolinë t'ju çojë në një udhëtim imagjinar në Shkodër, ku çdo cep flet për historinë dhe kulturën e një vendi të mrekullueshëm. Faleminderit Shkodra, përshëndetje të gjithë shkodranëve që janë duke na ndjekur. Edhe i themi qofshi krenar për qytetin tuaj që Shkodrën e dua shumë si vend për faktin se ka edhe pse jam nga jugu, dhe sepse ka dialektin shumë të veçantë, të theksin, njerëzit shkodranët vet janë njerëz shumë bujar, janë njerëz të këngës, barsaletave. Dhe është një qytet shumë magjik dhe shumë e bukur. Unë di që ti ke dhe diçka tjetër për të përshëndetur gjithë qytetarët shkodran dhe jo vetëm, por gjithë Shqipërinë me atë himn të një poezie madhështore të ardhur nga ti. Po.
Besoj Shkoda ndyshe, poezi nga Filip Shiroka. Po. Udha e mbarë, se erdhë pranvera. Shkoda ndyshe të fluturue. Prej nisin dhe në tjera, fusha e male të i kërkue. Shqipnishko pra fluturim, shkon Shkodër, qytetim. Shnet prej me jetë mi falsh, ase shpiz vjetër ku jam le. Ma ato vende rreth për falesh, ku kam shkue kohën e re. Atje shko pra, fluturim, fal me shnet, qyteti tim. Shkon atë shkollën ku jam mësue me shok të mi, shok të fëminis. Shkon atë kish ku kam urue të parën në ratë për nis. Atje shko pra, fluturim, fal me shnet, qyteti tim. Me ato male, me ato kodra, me ato pronja dhe për falesh, në ato fusha që mi ka Shkodra, të lullzuane, aty të nalesh, të e kanue me amëlsim, fal me shnet, qyteti tim. Tu e të muesh dhe unë me fluturue, do ish dhe unë me unis me ty, do ish në Shkodër me kalue, me pa prapa të ven me ty. Por, ti shko atje, fluturim, e ti qajma, fatin tim. Dhe kur të më rrish në fushë majt, dal ndyshe ullu me kushue. Kam 2 vore në atë vend vajt, nancet babës që më kanë mjerue. Qaj me zatë për malë që më shim, një kanë këtan dhe në gjithë vajtim. Ka shumë kohë që s'jam Shqipni, në ato vare me vajtue. Ti dal ndyshe dhe që në zi, ti aty pra kjoj për muë. Me një gjatë për malu që më shim, kangën tande për vajtim. Faleminderit Kesi, unë në fakt dua të për nivelin e interpretimit, po dua të përcoj dhe për një event tjetër të ndin, që ti kohëve të fundit ke fituar një konkurs, mund na e shpjegosh pak? Po, është në gjurmë kemi dhe ne vlerën tonë artistike që kemi për të bërë të mundur që Kesi të arrijë një stad tjetër, që është? Po, Gjergj Trola. Festivali teatror Gjergj Trola, i cili e zhvillohet çdo vit me gjithë gjimnazet e Tiranës, janë në konkurs, përzidhen disa veta. Disa nxënës nga kjo shkollë, vjen një regjizore ose një regjizor dhe punon sistematikisht me këta nxënës të cilët përzidhen përmes një audicioni. Dhe më pas në sallën Black Box të Akademia Arte dhe jepen shfaqjet e shkollave dhe juria janë juri profesioniste si Juka Mujo, Gent Fuga, Rozi Kostani dhe kuptoni vetë se sa pesh duhet se sa mirë duhet me mbledh me një kur dalë çfarë atyre. Bravo, bravo për gëzime. Unë kam marrë pjesë dhe vjetë dhe kam dhe pata fatin përzidhem sërish. Bravo. Turojmë që ti pak nga pak ti ngjisësh majat e suksesit tënd atje ku ti dëshiron dhe ku e meriton. Shumë faleminderit. Dhe unë do të vi duke kërkuar ndjes për zërin tim pasi jam në gjendje gripale. Do t'ju sjell kartolinën nga qyteti ku unë jetoj, nga Tirana. Ose më saktë nga zemra e Shqipërisë. Qyteti që gjallëron dhe me ritmin e jetës. Qyteti që të befason nga dita në ditë. Qyteti që bën bashk lashtësinë me aktualitetin, me modernën. Qyteti i cili mbart gjithë zëmrat e shqiptarëve dhe i qëndërzon në zemrën e vet për të bërë bashk gjithçka të bukur që rilind jo vetëm në ide dhe në arkitekturë brenda saj, por edhe në zgjimet e gjërave të reja që lindin, e kërkesave të reja që të rit kanë për veten e tyre, pasi Tirana është djepi i kulturës, duke mbartur në vetvete edhe qendrat më të larta të institucioneve kulturore dhe artistike apo akademike, siç janë edhe vetë universitet.
Në kohët e lashta Tirana ishte një fshat i vogël, por pas periudhës së pasi fiton pavarësinë, ajo kthehet dhe shpallet si kryeqyteti i Shqipërisë. Në vitet e para të shekullit 8, kur Shqipëria po ndërtonte shtetin e ri, pra Tirana gëzon këtë lloj statusi. Është një qytet që demonstron gjithçka, por edhe gjurmët e perandorisë osmane. Sepse po të vëmë re shumë arkitektura, madje edhe xhamia që është në mes të qytetit, në zëmër të sheshit Skënderbej, e demonstron një gjë të tillë. Po kështu edhe rrugicat e vogla të shtëpive në lagjet e vjetra Tiranëse, por ajo që është kryesore është simbolika e Skënderbeut. Simbolika e Skënderbeut është pikërisht pika e referimit që të gjithë shqiptarët nganjëherë lënë edhe për të takuar me njëri tjetrin. Pas regjimit komunist, Tirana u transformua në një qytet krejtësisht modern. Duket sikur i ka humbur gjurmët e historisë së vet dhe të lashtësisë së vet. Megjithatë, ka disa përpjekje për ta ruajtur. Për fëmijët Tirana ofron gjithçka, është qyteti magjik, i cili ofron në më shumë se vendet e tjera parqe dhe vende artistike për të gjetur fëmijët dëfrimin e tyre. Tani unë dua t'ju sjell një diçka në vargje për Tiranën. Tirana është qyteti i ëndrave. Në zemrën e Shqipërisë, dritat digjen me ngjyra të gjalla. Rrugët janë poezi, teshi skenë herojve dhe ëndrave. Muret flasin gjuhë të lirë, secili kënd një histori, nga sheshi Skënderbej deri te rrugicat që të çojnë drejt së ardhmes. Një qytet që shpreh jetë, ku çdo buzëqeshje është një vers dhe çdo hap një rit të miri, thërritur nga frymarrja e re. Tiranë, o qyteti im, ku historia takohet me të ren, ku kalimi kohës është një këngë dhe zemra rreh me pasion e artë nga herë. Në çdo cep një emocion i fshehur, një ëndër e vjetër që gjallëron, e një të ardhme që ngjitet me shpresë në rrugët e Tiranës, në qytetin tim magjik. Kjo ishte kartolina nga qyteti i Tiranës për të gjithë ju të dashur miq, për t'ja lënë më pas radhën jashtë kufive të Shqipërisë. Ku kemi shkuar, atë do të na e thot Alma. Unë sot jam në Angli dhe do të vizitoj kryeqytetin e saj, Londrën, ku jetoj prej 9 vitesh. Londra është një destinacion ëndër për shumë vizitor. Anglia është një vend i cili të ofron pafundësi eksplorimi. Ajo ka shumë vende interesante për të vizituar, por unë kam zgjedhur disa prej tyre dhe po e filloj nga London Eye, që është rrota më e gjatë panoramike e vëzhgimit në botë. Është bukur të bësh një shëtitje për të parë Londrën nga më shumë se 100 metra të lartë, i cili ka një pamje 360 gradë që mund të shihet deri në 40 km larg majës së timonit në një ditë të pastër. Më pas kemi pallatin Buckingham. Fillimisht ka qenë një shtëpi në pronësi të dukës dhe dukeshës së Buckingham. Ky pallat është i rrethuar nga garde të hekurta dhe porta të zbukuruara me medalione të praruar. Dhomat e shtetit në pallatin Buckingham janë hapur për publikun që mund të shijojë koleksionet e artit të koleksionit mbretëror dhe të shikojë ceremoninë e gardës që zhvillohet në pallatin Buckingham në ditët e planifikuara, ndërsa sot është rezidenca e familjes mbretërore angleze. Më pas vjen galeria kombëtare. Ky vend strehon një numër të madh koleksionistësh të portreteve dhe pikturave angleze dhe europiane perëndimore nga shekulli i 13 deri në shekullin e 19. Ka 2300 vepra arti ku secila pikturë tregon një histori rreth luftës, jetës ose porrallave dhe qasjes në një mënyrë të re zbulimi për të mësuar rreth artit të Europës perëndimore. Në Londër është edhe muzeumi i galerisë kombëtare në sheshin Trafalgar. Kemi muzeumin e historisë natyrore, kemi muzeun britanik që është një nga më të vjetër në botë, ku ka relik
relika të mëdha si disa pjesë me origjinë romake si dhe greke, një koleksion i madh antikash që gjithashtu mund t'i vlerësoni falsaj. Pallati Westminster i njohur gjithashtu si shtëpitë e parlamentit. Më pas është sahati i madh që quhet Big Ben në stil gotik dhe rreth 106 metra i lartë dhe ai u lançua në vitin 1859. Më pas kemi Tower Bridge, ura e tërheqjes urakullës, është një tjetër nga monumentet për të parë në Londër. Londra është një nga qytetet më me shumë turizëm dhe që i ofron turizmit shumë parqe, muzeume dhe vende turistike. Në fakt ishte shumë interesante se kur vin edhe në mënyrë ilustrative, për më tepër nga një qytet i cili ngjall kurreshtje për shumë turistë të cilët nuk kanë mundur ta vizitojnë, por bëhet shumë intriguese në fakt dhe të ngacmon për ta vizituar këtë qytet me kaq shumë vende për t'i vizituar edhe për t'i mësuar për historikun e tyre. Ky ishte si një mini dokumentar që Alma e kishte përgatitur me shumë kujdes dhe gjithë informacionet e mundshme. Të komplimentoja. Faleminderit. Nuk e di nëse e vure re Moza në fund fare që unë isha duke dhënë dorën Ketrit, sepse këtu janë Ketrat janë shumë miqësor të vinë të afrohen. Interesante, prandaj dhe ti Ketrin e ke personazh të shumë përrallave të tua. Edhe ka ngacmuar fantazinë tënde. Edhe Brat janë të shumta, këtu janë miqësorë të vinë në Përbaçe, në Proborre. Ashtu, edhe Dhelprat. E dëgjove Noemi, edhe Dhelprat janë miqësore. Megjithatë mbesin dinake, ë? Nuk e di sa është vërtet. Ajo dinake bën këtu flet dhe pastaj hidhet dhe të hap. Isi, kemi disa mesazhe këtu, më fal Alma. Kemi disa mesazhe që duhet t'i lexosh. Të lutem zemër, se jam keq nga fyti sot edhe. Patjetër. Atëherë fillojmë me Laureta Poga. E mrekullueshme, e paruara Margarita Xhepa. Më ka pëlqyer shumë interpretimi me pasion dhe një diksion të veçantë, sidomos te Poçari. Ishte pjesa e Margaritës, e aktores madhe. Është e vërtet. Laureta Boga, sërish urime pafund për emisionin dhe të kalojmë sa më bukur. Shumë faleminderit dhe faleminderit që jeni në xhim. Atëherë vazhdojmë nga Agim Bajrami, si gjithmonë të mrekullueshëm urime. Shumë faleminderit Xhaxha Agim. Dudiana Lela, Shkodra dhe Filip Shiroka. Biromi përjetshëm, bravo Goc, suksese moderatore. Shumë faleminderit Teta Dudiana dhe faleminderit që jeni në dëgjim. Agim Zeka, mësuese Dudiana, memorime dhe suksese për emisionin me vlera artistike. Shumë faleminderit Xhaxha Agim. Është mami im që thot bravo Gocës vet, domethënë mua. Po normal që shumë faleminderit mos e normale. Faleminderit ma. Shumë faleminderit. Siklet se dhe mua më përkëdhel mami që jam në këtë moshë, jo ty. Që është normale. Mami jot ka kalu shumë breza. Mami jot është mami gjithë. Faleminderit. Si mendoni? Shiko, Bela ka kohë që na ka munguar dhe sot na ka ardhur me një këngë. Kemi dhe 2 kartolina, një ja kam dërguar Ketit në mungesë të Sindit dhe një ja kam dërguar mamit të Noemit në mungesë të Sindit sërish. Dhe kështu që mbasi të vëm këngën e Belën dua ta përshëndes dhe të falenderoj që bëhet pjesë e emisionit, por e duam fizikisht Belën këtu. Bela është kërkesë publike. Emisioni kishte të tjera ngjyra. Në fakt Bela më tha kam shumë dëshirë të vi, po e djela është gjithmonë rrugëve sepse ajo ka nipjen, kështu që e ndjekim Belën. Përshëndetje.
ju kam bërë shumë mungesa, po te këto virozat s'po na lënë rehat. Dhurat për ditëlindje. Në këtë rast, gëzuar të gjithë atyre që festojnë sot në këtë ditë shënuar të Fitër Bajramit. Në përvjetor të ditëlindjes tënde ke plot dhurata mbi tavolinë, e midis tyre një grop të vogël, shokët e klasës të kanë sjell. Dhe midis tyre një grop të vogël, shokët të kanë sjell. Rreth e rreth për qark, globi rrotullohet, fluturojnë vito, gjithë kontinentet. Ja dhe ujim, ja përmes kaltërsis, Shqipëria ime, ja ku është. Ja dhe ujim, ja përmes kaltërsis, Shqipëria ime, ja ku është. Të falenderojmë Bela, në fakt ajo kishte përgatitur për javën e shkuar, që ishte Bajrami dhe kishim emision për botën. Mirë po ne plotësuam dhe ora na kaloi shumë kollaj, shumë shpejt, kështu që unë sërish të ruajta për këtë javë. Faleminderit Belës. Vërtet është një zë impresionues, mos harrojmë që Bela ka qenë këngëtare, edhe me këtë vi melodioze që e shoqëron gjithmonë këngën e saj, s'ka se si ti mungoj emisionit ton, paktën hera herës Bela, nëse nuk na vjen, na këndo nga një këngë edhe na e dërgo. Atëre, Casey, para se të kalojmë të dy kartolinat e tjera që në mungesë të Cindy do t'i lexoj mami Noemit edhe ti, dua të lexosh një mesazh që ka ardhur nga mësuese Bona. Mësuese Bona është nga qyteti i Fushkrujës dhe me siguri që ka shkruar diçka për qytetin e saj ose për Krujën, e cila e përmbledh edhe Fushkrujën. Okay. Mirëmbrëma Angla me mos, së bukura Alma dhe ju princesha të bukura, Casey, Cindy, Noemi. Ju uroj suksese në rubrikën e re Qyteti i ëndrave. Sot të gjithë kemi nevojë për kartolinat imagjinare, sepse vetëm ato na bëjnë të lumtur dhe na ofrojnë fantazi të shfrenuar, pa kontroll dhe me lojra shumë. Ju përshëndes nga Kruja historike, eroi ton Skënderbeut legjendar dhe kalas turistike. Gjithashtu, ky qytet ka dhe pazarin turistik. Urime. Po, faleminderit Casey, në fakt janë karakteristika të këtij qyteti, të cilët pak më parë mami Noemit na I përshkroi shumë bukur në formën e një eseje, dhe një përshkrimi shumë të bukur artistik. Por mami Noemi tashmë do të fluturoj dhe do të shkoj në Vlorë. Drejt qytetit të Vlorës. Një kartolin nga Vlora. Vlorës. Vlorë më të kam se vda, gjithë bota anë mba, të lisë trupin e mba, sa zan e pasha liman, ujnë e detit si kristal, ndriqos si margaritar, ojnusja I hipur në kar, por si nëna duke da. Vlorë më të kam zeli, pra ato burrat që ngrihen latë histori, në nderove Shqipëri. Sheshi flamur në Vlorë pret mira vizitor, nga gjithë bota mbar historinë lartë pamban. Ka edhe një përshkrim të shkurtër në fakt për qytetin e Vlorës, duhet ta kesh edhe atë? Ja, ta shikoj se kam të falë. Jo, asgjë. Të dyja janë pjesë e saj, edhe poezia, edhe përshkrimi I vogël nga qyteti I Vlorës, pasi këto janë gjëra shumë spontane që neve në pamundësi të kushteve teknike, pasi Cindy ishte e përgatitur për këtë, kishte edhe informacione shtesë për Vlorën, por për arsye teknike të motit të keq, të internetit që nuk funksionon, nuk është prezent. Kështu që çuditërisht Moza, neve kemi 10 ditë mos më tepër me diell, që është vërtet një çudi për Anglinë. Po ndryshojnë gjërat, kushtet klimaterike tashmë. Noemi, mos ka probleme me internetin?
Besoj. Ka gjithmonë njerë të parë që Alma, ka gjithmonë njerë të parë edhe për Anglin. Po, duke qenë se jemi spontanisht në këtë lidhje me mamin e Noemit edhe sapo po e merr informacionin dhe ka një pajisje me cilën përdor edhe platformën edhe informacion dërgoj. E kuptoj. Dhe ty bravo të qoftë që je kaq fleksibël madje si për herë të parë që ke nisur. Po të lëm kohë ta gjesh dhe më falni. Po të lëm kohë ta gjesh dhe vijoj me casein në qytetin e Prizrenit. Po. Sot jam në Prizren, një qytet me histori dhe kulturë të pasur. Në rrugicat e të vjetra mund të shihni një shtëpi me dritare të vogla dhe kalat që rrëfejnë rrëfime të lashta. Kam vizituar urën e famshme prej Guri që kalon mbi lumën, një vend magjik që flet për kalimtarët e të kaluarës. Në qarqafet e qytetit, çamit dhe kishat bashkëjetojnë, duke krijuar një harmoni të veçantë që reflekton traditat e ndryshme. Fëmijët këtu shpesh luajnë në sheshet e hapura, ndërsa rrugicat mbushen me aromën e ushqimeve tradicionale, si byreku dhe qoftet, të cilat do t'ju pëlqejnë, padyshim. Shpresoj që kjo kartolinë të çojë një udhëtim imagjinar në Prizren, duke ju frymëzuar të ngjyrosni secilin detaj me ngjyra të gjalla dhe të mrekullueshme. Okej, si po na shtovi si linë të ngrënit më kesi. Me qoftë dhe me Atëherë unë kam një poezi nga Sabri Hamidi. Qyteti është krenar, se është kryesori. Kur shkon me vetur, bën 1 orë, kur shkon me këmbë, 100 vjet. Nis numëron bimët, krojet, këngët, kurët e varreve dhe vitet. Bërin i plakur për 3 breza me peshën e shekullit në shpinë. I lodhur nga sëmundja e vetmisë, gjen një shtëpi të moshme qyteti. Çroje i bëjnë 2 njerëz 100 vjeçar. Njëri me kravatë e dokument, tjetri me plisë e me kobure. Matë moshën tënde e vetmin, me plasat e tokës, kulmet e shprishura, o gjaqet pa ty. E mëson drejt shkrimin, drejt peshimin, kalaja rje heshtë, me dhëmbin e gjatë ca koha. Kush e ka vetmin më të moshme? Kalaja, Bistrita, ti, apo Prizreni që është më i madhi? Bravo, Kesi. Bukur. Faleminderit. Tjetër, Moza. Po Alma? Unë kam dhe një kartolinë tjetër. Sa kënaqësi, do ta dëgjojmë. Përshëndetje të dashur fëmijë dhe familjarët tuaj. Unë teta Suzana në këtë mbrëmje do t'u tregoj pak për qytetin e Filadelfias të shtetit të Pensilvanisë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku unë dhe familja ime jetojmë prej shumë vitesh. Ky qytet i madh i mrekullueshëm ka një histori shumë të pasur. Do t'ju them me krenari se në qendër të Filadelfias, në bashkinë e këtij qyteti, duket dukshëm këmbana e lirisë. Dhe gjithashtu në këtë qytet të madh është nënshkruar kushtetuta e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë qytet të madh të mrekullueshëm kanë emigruar shumë shqiptar nga gjitha trevat. Shumë adhetar këtu kanë organizuar një shoqat që ka emrin Bitë e Shqipes, ku marrin pjesë pra shumë adhetar nga treva të ndryshme të Shqipërisë, ku flitet shqip. Gjithashtu këtu kemi hapur dhe organizuar një shkollë shqipe ku fëmijët tanë këtu mësojnë gjuhën e dashur shqipe dhe mbajnë gjallë jo vetëm gjuhën, po dhe kulturën tonë të mrekullueshme. Sot kam fatin këtu në Filadelfia, për herë të dytë, unë dhe shumë shok e shoqe të takohemi me shkrimtarin e dashur për fëmijë Gaqo Bushaka, i cili po jeton prej disa muajsh me familjen e vajzës së vet këtu në Filadelfia, të shtetit të Pensilvanisë. Herën e parë ishte rastësi, ndërsa sot
është një takim i organizuar me shkrimtarin e dashur për fëmijë Gaço Pushaka në ambientet e Kodinës së Bijve të Shqipes. Aty do të kem fatin të bisedoj nga afër dhe të tregoj shkrimtarit të dashur për emisionin ton të mrekullueshëm. Ndoshta do të më jepet mundësia edhe për në një video dhe ja u dërgoj në emisionin e ardhshëm. Ja, pra të dashur fëmijë, këto ishin disa të dhëna për qytetin e Filadelfjes, të shtetit të Pensilvanisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju uroj një mbrëmje të qetë, miru takofshim në emisionet e ardhshme. Faleminderit Suzana, edhe pse nuk ishte, ajo nuk mungoi me pjesëmarrjen. Ishte vërtet një përhapje gjeografike që e kaluam Europën dhe nuk ka se si ndodhi ndryshe, sepse miket dhe mysafiret e këtij emisioni janë nga gjithë bota. Dhe unë me sa di, domethënë përveç Suzanës ka edhe mikesha të tjera, por vijojmë më parë me mos na postojnë mesazhet nëse kemi mesazhe të reja Kesi për të lexuar. Po, mua më zuri syri teta Evin. Me mbrëma të gjithë, Alma Mehmeti të përqafoj. Faleminderit Evi. Edhe ne të përqafojmë teta Evi, edhe ne të përqafojmë. Arena Lore. I dërgojmë shumë zëmra Evit, na ka munguar në këtë emision, e ftojmë të bëhet pjesë, pse jo, me një kartolin nga qyteti i saj i preferuar. Unë e di që është Tirana, por gjithsesi ajo duke qenë në lëvizje mund na sjellë edhe një qytet tjetër. Ose në një shtet tjetër. Po. Në mos gaboj është dëgjuese e re? Arena Aloe e kështu më duket dhe mua. Po. Okay. Me mbrëma të gjithë, urime dhe suksese të mëtejshme. Shumë faleminderit dhe faleminderit që jeni në dëgjim. Atëre, të dashur miq, pak më parë neve na erdhi një poezi nga Vlora, por duke qenë që punojmë në kushte pak spontane, nuk paraqitëm disa të dhëna për qytetin e Vlorës. Kartolina nga Vlora. Po, ta dëgjojmë. Kartolina nga Vlora. Përshëndetje fëmijë të dashur. Sot jam në Vlorë, një qytet magjik, ku deti i kaltër dhe historia e lashtë bashkohen në një simfoni të bukur. Në këtë qytet mund të shihni plazhe të gjatë me erë të artë dhe urat që shkëlqejnë në diellin e verës. Qendra e qytetit është plot histori, duke përfshirë monumente që tregojnë monumente të rëndësishme të pavarësisë dhe tradita të lashtë. Në Vlorë fëmijët mund të imagjinojnë aventura nëpër valet e detit, të shëtisin pranë portit dhe të eksplorojnë rrugëtë të gjalla që ftojnë një histori me ngjyra. Shpresoj që kjo kartoli t'ju çojë në një udhëtim magjik në Vlorë, duke ju frymëzuar të ngjyrosni çdo detaj me ngjyra të gjalla. Faleminderit. Unë të falenderoj shumë mami, sepse me thënë të drejtën, sot na ke ardhur si me porosi, për shkak edhe të mungesës së stafit, kështu që ke përgëzime të dy fishta, të shumë fishta. Na falë se edhe unë kam i çik emocione, se për mua është hera parë, për Noemin është më ashtu, më shpesh që dali. Po ja, të mësoj Noemi, mos u mërzit. Po Noemi do të na thot në një gjë sot nga ato që ka mësuar në Kopësh dhe në shkollë në klasën e parë. Po. Bjesha quhet Marsi. Donë që Marsi këmbën futi palton, mos i hiqni nga supi para se të dale Marsi, i thot shkurtit këto fjalë, shkurt në më do mua, as me jep një dit u ha? Kjo ka qenë gjyshet tona e thoshin Marso vlla mi jep 2 ditë u ha, asaj plakën me një shka. Ndërsa kjo ishte moderuar, shumë e bukur. Me sa di unë teta Alma, dhe ti ke diçka.
Po unë e kisha edhe me video Noemin me këtë vjershën kështu. Por me qenë se jemi tek shkurtë, tek marset, po vazhdoj edhe unë atëre me videon tjetër. Dhe tani po ju lexoj një vjersh që kam shkruar për muajt e vitit. Nga janari në dhjetor. Ja, janari bore bardh, edhe shkurti gjithi tharë. Marsi sjell festa gëzim, prilli pem në lulëzim. Edhe maji ndonjë frut, qershori nis në det na fut. Korriku lulishte dhe perime, gushti na çon me pushime. Shtatori nisë na shkollon, tetori nga pemët gjethet rrëzon. Nëntori fundit të vitit në afrim, dhjetori dhurata e plondri qim. Ky është viti me 12 muaj, s'ndryshon për ne as për të huaj. Por kjo nuk është e vërtet. Klima ndryshon në çdo shtet. Sa e bukur moj teta Alma, sa e bukur. Edhe krijimi, edhe video, edhe interpretimi gjithashtu. Të përgëzojmë shumë që ti na e animon kaq bukur emisionin. Fakti që unë nuk mund të flas gjithkohës në emision, sepse shumë herë jam në një ambient të zhurmshëm, unë detyrohem gjithmonë të bëj video. Por jo se nuk kam dëshirë të lexoj edhe live, duhet të gjej momentin. Ska gjë, rëndësi ka që ti je me neve dhe kur na e sill në formën e videove, shpeshherë bëhet edhe më e bukur, bëhet më me ngjyra emisioni. Unë dua në fakt Alma të di sa mikeshat tonat na kanë mbështetur me kartolinat e tyre apo me diçka që kanë interpretuar për emisionin sot. Pasi minutat po ikin pak e nga pak dhe dua që t'i përfshim të gjitha. Atëherë unë kam disa video në fakt. Një e kam nga Mimoza Idhoni dhe tjetrën e kam nga Laureta Poga. Ti ndjeki. Përshëndetje edhe nga unë. Sot do lexojmë një prall me titullin Bilbil Gjysmari. Na ishte një herë një mbret që kishte 3 djem. Mbreti ishte shumë besimtar dhe rinte pothuajse gjithë ditën në xhami duke u falur. Dhe një herë thiri ushtarët më të mirë nga të gjithë anët e botës dhe ndërtoi xhamin më të madhe dhe më të bukur që ekzistonte. Por kur shkonte të falej, kalonte një murg aty afër dhe i thoshte: "Shumë e bukur është xhamia o mbret, por nuk ka vlerë të falesh." Pasi kjo ndodhi disa ditë radh, mbreti u mërzit shumë dhe kur e pa ndjemt, e pyetën se çfarë kishte dhe ai u tregoi të gjithë historinë. Atëherë ata shkuan ditën tjetër me ta atin, ai po falej kurse ata e prisnin jashtë. Murgu shkoi përsëri, i tha mbretit ato fjalë dhe kur doli jashtë e prisnin djemt dhe e pyetën pse i thoshte ato fjalë. Dhe ai i përgjigjet: "Kjo xhami është shumë e bukur, por duhet të kishte brenda dhe Bilbil Gjysmarin që të këndonte, atëherë s'do të kishte xhami si kjo në botë." Ata i pyetën nëse e dinte se ku ndodhej, por ai i tha se me të dëgjuar e kishte dhe nuk e dinte ku ndodhej. Atëherë djemt u kthyen në pallat, i treguan mbretit si ishte puna dhe u nisën për të gjetur Bilbilin. Pasi e ecën rreth 20 ditë, arritën në një vend ku rruga ndahej në 3. 2 të parat kishin nga një gur ku shkruhej: "Kush ikën në këtë rrugë, kthehet." Kurse në gurin e të tretës ishin shkruar fjalët: "Kush ikën në këtë rrugë, nuk kthehet." Atëherë vëllai i vogël tha që të ndaheshin dhe të linin aty unazat, kush të kthehej i pari të shkonte të ndihmonte dhe të tjerët. Lan unazat dhe vëllai i vogël mori rrugën që nuk kthehej, kurse 2 të tjerët rrugën që ktheheshin. Vëllai i madh arriti në një qytet dhe u bë berber, ndërsa i mesmi arriti në një qytet tjetër dhe hapi një kafene. Të dy rinin atje për të bërë disa para. Vëllai i vogël shkoi në një vend
ku nuk ishte këm njeriu, por veç bisha dhe egërsira. Duke ecur, gjeti një grua të egër që po krihte kokën me shpatë. Djali ju afrua dhe ja krehu kokën me krehër. Për të mirën që i bëri, i tha djalit se si mund t'ja shpërblente, por ai i tha se nuk donte asgjë nga ajo, se donte vetëm të dinte ku ndodhej Bilbil gjysmari. Edhe ajo i thot: "Ai zog që kërkon nuk ndodhet këtu, po ti do bëje mirë të ktheheshe, sepse edhe unë që jam njeri i egër nuk e kaloj dot malin, se ka egërsira më të mëdha se këtu." Por djali nuk e dëgjoi dhe pasi u nda me njeriu në egër, u ngjit në mal dhe pa një shtëpi. Në atë shtëpi jetonte tigri, po në atë çast nuk ndodhej aty, ishte vetëm e shoqja që po gatuante bukën. Djali hyri brenda dhe kur e pa tigresa i thot: "Po ti ç'kërkon këtu? Largohu se tani vjenim shoqe dhe do të haj." Por djali nuk u largua. Kur erdhi koha që do fuste bukën në furr, tigresa nuk dinte të shtronte prushin dhe digjej gjithmonë. Por djali e pa dhe i tha që ta linte të hapte ai prushin dhe mori disa gjethe dhe e shpërndau pa u djegur fare. Tigresa e mësoi dhe u gëzua shumë nga kjo gjë, por i vinte keq për djalin se do kthehej tigri dhe do të hante. Pasi i dha për të ngrënë, e fshehu në dollap. Kur u kthye tigri në shtëpi, pa që e shoqja nuk ishte djegur dhe i thot: "Nuk e bërë gjë për të ngrënë sot?" "Kam bërë, si nuk kam bërë?" e thot ajo. "Po ti digjesh gjithmonë, si ka mundësi që sot je e mirë?" i thot tigri. Edhe ajo i thot: "Mësova diçka të re që të mos digjem. Pa më thuaj, si kur ta kisha këtua të njeri që më mësoj të gatuaj e të mos digjem, çfarë do i bëje?" Tigri i tha se do e bënte vëllain e tij. Dhe pasi gruaja i dëgjoi këto fjalë, nxori djalin jashtë, kur e pa tigri e përqafoi dhe u bën miq të mirë. Djali i thot se për çfarë ka ardhur, deri aty dhe tigri i thot: "Ky zog nuk gjendet këtu, por unë kam një vëlla që është shumë plak, i kanë rënë kapakët e syrit dhe nuk shikon. Ti do shkosh atje dhe do t'i thuash që të kam dërguar unë." Pasi u nda me tigrin, shkoi në shtëpinë e vllait të tij dhe kur e pyeti për Bilbilin, ai i tha: "Ai zog që thua ti nuk gjendet gjëkundi, prandaj bën mirë të kthehesh sepse këtu do të gjesh vetëm bisha të egra, andej nuk shkoj dot as unë që jam mbreti i kafshëve." Djali nuk u trem nga këto fjalë, por vazhdoi rrugën dhe para i dolën 3 lubi të cilat ju hodhën për ta shqyer. Por djali nxori shpatën dhe njërës i preu krahun, njërës këmbën dhe tjetrës bishtin. Pasi u largua që aty, pa një shtëpi në të cilën ishte një plak dhe shkoi aty. Kur e pa plaka, i tha të largohej se do të hanin vajzat e saj, por ai nuk u largua. Plaka e mbylli djalin në një ark dhe i la një vrim ku të shikonte dhe kur u kthyen 3 lubijat që djali i kishte prerë me shpatë, pasi u lan, u kthyen të treja njerëz. I than nënës që ndjenin erë njeriu dhe kur ajo u sigurua që ato nuk do t'i bënin gjë, e nxori djalin nga arka. Kur ato e pan, u gëzuan shumë që ishte trimi i cili i plagosi, dhe pasi djali i tha se për çfarë kishte ardhur deri aty, ato i thanë: "Ne e dim ku ndodhet Bilbil gjysmari, por nëse do të çojmë atje, duhet të rish këtu me ne 3 muaj dhe të flesh çdo muaj me një nga ne." Djali ishte i detyruar ta bënte dhe pasi kaluan 3 muaj, ato e morën dhe e çuan në pallatin e të bukurës të dheut, sepse atje ndodhej Bilbil gjysmari. Por pallatin e saj e ruanin 500 ushtarë. Në derën e jashtme e rrinte ujku, në derën e dytë tigri dhe në derën e dhomës luani. Ato e futën djalin fshehur azi në pallat, kur të gjithë po flinin dhe djali e mori Bilbilin pa e parë njerin. Kur djali po dilte, u zgjuan të gjithë, por lubit e rëmbyen djalin dhe u larguan me njëherë. Pastaj pasi ndenjë dhe disa kohë me ato, u kthye te vendi ku u nda me vëllezërit dhe atje gjeti unazat që kishin lënë. Ai shkoi takoi vëllezërit dhe të 3 u nisën për të kthyer në shtëpi. Kur po ktheheshin, i mori etja për ujë dhe pa një pus, por nuk ishte kovë, dhe ata i thanë vëllait të vogël të hynte brenda të merrte pak ujë. Kur djali u var për të mbushur ujë, ata ja prenë litarin dhe shkuan me Bilbilin në pallat tek jati.
Kur ai pyeti për vëllain e vogël, ata i thanë se ai po bënte qef në përbot dhe nuk u mundua fare që të gjente Bilbil gjysmarin. Por e bukura e dheut nga vjen dhe kërkonte të shihte njeriu që kishte marrë Bilbilin. I del para vëllai i madh dhe ajo e pyet se ku e kishte gjetur, dhe ai i tha një vend që i erdhi ndërmend. Por e bukura e dheut e dinte që ai po gënjente dhe i vuri ushtar ta rrihnin derisa e lan pa frym. Kur dëgjoi vëllai i vogël që e bukura e dheut kishte rrahur të vëllain dhe donte të bombardonte pallatin, shkon me vrap dhe i tregon të vërtetën mbretit. Pasi e nxjerrin djalin nga pusi, shkon e bukura e dheut dhe e pyet: "Pa më thua jo trim, ku e gjete Bilbil gjysmarin?" Dhe djali i tregoi gjithë të vërtetën se si kishte shkuar me Libiat në pallatin e saj dhe kishte marrë shpendin e rrallë. Dhe kështu xhamia u bë më e bukura në botë dhe djali u martua me të bukurën e dheut, të cilët jetojnë të lumtur sot dhe kësaj dite. Faleminderit për vëmendje. Vazhdim të mbar. Të falenderoj Mimoza, dhe nuk përton asnjëherë, por jo vetëm Mimoza. Shiko çfarë nikesh të mrekullueshme që ka emision në botën e fëmijëve. Sa ja bëre kërkesën Evit. Apo, Evi ka dërguar një mesazh në WhatsAppin tënd me sigurinë e kartelë. Ja ta ndjekim. Kam edhe unë më pas një mbrëma të gjithëve ju. Në fakt për sa i përket kartolinës, unë thjesht do të ndaloj tek vendlindja e saj që më ka dhuruar jetën dhe më ka bërë dhuratën më të bukur, pikërisht të mamit tim, të Korçës, të atij qyteti që ndryshe është quajtur edhe Paris i vogël. Nuk kam çfarë them për Korçën, sepse mjafton të shkosh dhe të ndalesh vetëm një herë në Korçë, edhe kupton se çfarë larmie dhe çfarë magjie dhe çfarë kulture ka në atë qytet, jo vetëm, por nëse do ndalonin pikërisht tek gatimet e Korçës, pikërisht tek gjërat që kanë përmbajtjen e brumit, unë di t'ju them që sot ose të gjithë këto ditë që kam qenë smur, mami im ka qenë ajo që nuk më ka kursyer stomakun duke më gatuar të gjitha ushqimet që për Çfarë ndodhi? Ndoshta kaq ishte. Ka një zë diku apo janë zërat që vinë nga ti Alma? Kaq ishte video i Evit? Alma? Sa po Alma të na kthej për Alma, kaq është video e Evit? Kaq është. Okej. Falenderojmë dhe ju urojmë të shkuara. Të shkuar në fakt. Dhe unë dua të sjell një kartolinë tjetër që na vjen. Po zemër, më thuaj. Nuk ka them dhe një vjesht? Patjetër që nuk ta thuash. Që është një libër i mirë. E mbajmë pranë me dëshirë. Aty ka vajza edhe djem, ka makina edhe tren, ka gur të verë flori, ka shingja dhe e dhip. Faleminderit Noemi, zemër ti sot e ke zbukuruar këtë emisionin, por unë dua që herës tjetër ti të veshësh ato rrobat që ke veshur në sfilatën e fundit dhe të na sjellësh një porrall princeshash, sa ashtu të shohun ti si një princeshë të vogël. Ato mirë Byshelda, ato fustanet. Mirë se keti, kese, e di unë që keti fustana të bukura, si princeshë të vesh mami ty. Tash ti do të dëgjosh ti Tamozën në një kartolinë porrall që na vjen nga mësuese Bona. Mësuese Bona thot: Përshëndetje e ëmbla Mimoz. Po ju shkruaj një kartolinë nga qyteti i ëndrave imagjinare për botën e fëmijëve, të cilës unë i kam vënë një emër. Një emër për fëmijë që quhet Sisi Buçko. Ta ndjekim. Përshëndetje Kalamaja, vogëlush dhe vogëlushe. Ju shkruaj nga Sisi Buçko.
qyteti më i ëmbël dhe më i harishëm që mund të imagjinojë një fëmijë. Këtu rrugët janë prej çokolate, ndërsa trotuaret janë prej pelteje me shielul e shtrydhe dhe pemët japin lodra në vend të frutave. Imagjinoni dot, në çdo qoshe ka një kal fluturues që pret fëmijët për një shëtitje në përre, ndërsa ret janë ato prej sheqer pambuku dhe shkrihen fare kur qesh shumë. Në qendër të qytetit ka një park lojrash që quhet Bum Bum Parku, ku karoseli këndon vetë këngë për fëmijë dhe rrëshqitëse të çojnë në vende magjike, si në kështjellën e librave që flasin apo dhe në kineman e yjeve. Këtu nuk ka mërzi kurrë, jo, sepse çdo ditë është një aventurë e re dhe buzëqeshja është ligji i vetëm që duhet ndjekur. Do të doja dhe ju kalamaja të ishit këtu me mua, të luanim dhe të shpiknim tregime dhe të fluturonim bashkë në për fantazi, me përqafime të ëmbla, si mjalti që babari ju do edhe han shumë. Një shok i quajtur Noar nga Sisi Buçkoja. Faleminderit mësuese Bona, faleminderit për këtë udhtim imagjinar të personazhit tënd Sisi Buçko, që ke ngacmuar pak edhe fantazin ton, që ne të bëjmë një dramatizim me këtë Sisi Buçkon, për të cilën edhe ti mësuese Bona do të bëhesh pjesë në emisionin e ardhshëm, dhe të na ngacmove, kështu që të duam në emision të dielën e ardhshme me personazhin Sisi Buçko. Të falenderojmë shumë. Njëkohësisht Kisi, ke edhe mesazhet e fundit, sepse koha ka mbaruar, do të kalosh nga Evi që sot ja kam dërguar Alma me mail. Fal një sekond, atë e kaluam neve, por para se të kalojmë tek mesazhet, do të shfaq videon e Loreta Pogës. Po. Plaka dhe 70 egra. Na ishte një herë plaku dhe plaka, të cilët ishin shumë të varfër. Erdhi dimri, edhe këta i gjeti pa dru për zjarin, edhe pa ujë për të pirë. I thot plaku plakës: do shkosh të bësh dru me gjilpër, apo do mbushësh ujë me shosh? Plaka zgjedh të mbush ujë dhe merr shoshin dhe shkon te kroj. Ndërsa plaku merr sapatën edhe fshehu arizi plakës, u ngjit në mal. Bëri një dorë me dru dhe u kthye në shtëpi. Sado që u mundua plaka, nuk arriti do të mbushte as një pik ujë. Ajo u mërzit shumë dhe u kthye në shtëpi. Ma hap derën o plak, thiri plaka. A mbushe ujë? E pyeti plaku pas derës. Jo, u përgjigj plaka me gjysmë zëri. Pa të ardhur bora deri në gjuhë, nuk ta hap, ja ktheu plaku. Plakës i shkoi bora në gjuhë, por ai nuk e hapi derën. I shkoi deri në fyt, por plaku ishte zemërgur dhe përsëri nuk e hapi derën. E pa plaka që ai nuk kishte për të hapur derën, edhe mori rrugën u nis në përbor, dhe pasi bëri pak rrugë pa një shpellë. Ajo ishte shpella e 7 dhive të egra. Me e madhja kishte 7 sy, e dyta kishte 6, e treta 5, e katërta 4, e pesta 3, e gjashta 2, dhe vogla kishte një sy të vetëm. U fshe plaka në shpellë, dhe ditën kur të dilnin, ajo i pastronte vendin para në sy. Kush e fshin, e na pastron shpellën? Thirrën të gjitha ditë.
Pasi nuk u përgjigj njeri dhe vendosën të rinin e të ruanin me radh, në fillim nde një dhia e madhe me 7 sy. Por u mërzit duke pritur dhe zuri gjumi. Kështu plaka doli pastroi dhe u fshe përsëri. Kështu i ndodhi të gjithave, derisa erdhi radha e dhisë vogël me një sy. Ajo bëri sikur e zuri gjumi dhe plaka u gënjye dhe doli për të pastruar. Dhia e vogël u ngrit në këmbë, kapi plakën dhe filloi të këndoje të kërcej. Lumën e mojnë na jon, ti na fshin e na pastron, ti na ashtron e na mbulon. Shkuan, takuan dhe ditë e tjera. Dhe ato e deshën si asnjë në botë. Ajo i milte dhe me qumshin bënte kohës e djath dhe jetonte si zonjë shtëpie. U ngrit një ditë plaka dhe u nis në përbor për të shkuar te shtëpia e plakut. Kur arriti në shtëpi, e gjen plakun të sëmur, se nuk ishte futur asgjë në gojë. Plakës i erdhi keq dhe i dha pak nga kosi që kishte marrë me vete. Dhe pasi ai mori veten, ju lut plakës që ta merte dhe atë. Mos e linte aty. Plaka nuk donte, se i trembeshin ditë, por pas shumë lutjesh, asaj u mbush mendja dhe e mori. Por kur e pan dhitë plakun, morën arratin dhe ikën me vrap nga frika. Plaka doli në mal dhe po këndonte me zë të lartë. Ato e dëgjuan dhe u bindën që nuk kishte për të ndodhur gjë dhe ishin të sigurta. Zbritën nga mali dhe u bashkuan me plakun dhe me plakën. Këmbël erdhi zëri Lauretës, interpretimi dhe njëkohësisht edhe zëri melodios në të kënduar. Kështu që Laureta aty do t'i japim gjithmonë ninullat të na i sjellësh këtu. Edhe të na sjellësh pak atë atmosferën e gjumit, pse jo, se në një kohë pak të trisht, siç është ajo që po bie në Tiranë, mundesh që edhe të na e thrasësh atë gjumin e këndshëm. Por unë do të doja tashmë të pyesja Almën, nëse kemi diçka të mbetur nga miket tona, ende për të shfaqur? Jo. Atëherë Kesi, vazhdojmë zemër me mesazhet dhe bëjmë përmbylljen e emisionit. Okej. Atëherë mesazhet, fillojmë me mesazhin e parë. E ke lënë tek Burbuqe Esti. Suksese për emisionin. Suksese, nuk po i shoh prandaj. Atëherë po i vijoj unë. Burbuqe Esti, më duket edhe mua e re në emisionin ton Alma, apo jo? Është një kesha ime, po. Suksese për emisionin, vijoj me Idajete Xhelo, pa bukur që e ka sjell të rrallën, urime dhe suksese zonja të mrekullueshme, respekte. Idajete Xhelo, të falenderojmë që je në dëgjim zemër. Bona Abazi, Evi, është momenti kur shfaqet Evi dhe Bona e përgëzon. Idajete Xhelo, emision të mbarë dhe produktivitet miket e mia të mrekullueshme. Evi konfirmon kur unë pyes nëse mbaroi video apo jo. Bona Abazi drit. Tani sa e shkrova, thot Bona Abazi, atë si personazhin imagjinativ që solli. Faleminderit për interpretimin. Gjithmonë Bona ilustron me vargje momentet e caktuara të emisionit. Mimoza Eliona Osmani, urime dhe suksese për emisionin. I falenderojmë mikeshat tona, mësueset, edukatoret, prindrit, gjyshet, mikeshat tona, moderatorët, gjithkush ka qenë në emision sot me ne. I falenderojmë edhe unë personalisht ju kërkoj ndjes sepse nuk jam në kushte shumë të mira për të dhënë maksimumin tim prej zërit të ngjirrur. Ishe mrekullueshme. Faleminderit. Përgëzoj në radhë të parë Noemin, mamin e Noemit, për shembullin e bukur që sollën në këtë emision. Me kërkesën goja dhe juve, të trejave.
me kërkesën për të qenë pjesë e vazhdueshme e këtij emisioni, sepse ne në emision na interesojnë fëmijët dhe shembujt familjar të modelit të nënave si ti. Kështu që të falenderojmë për pjesëmarrjen tënde. Kesi, të uroj suksese zemër në iniciativën tënde të re, në nismën tënde më të bukur në rrugtimin drejt artit të teatrit. Ty Alma të falenderoj për gjithë mbështetjen që ke bërë përmes realizimit të videove, sepse të realizosh videot nuk është e thjeshtë dhe kërkon kohë fizike. Dhe për më tepër që punon ne kemi marrë përsi për këtë emision me plot kënaqësi dhe dëshirë, kështu që nuk duhet më falenderosh. Ju falenderoj edhe ju miq të dashur të cilët na suportuat me komentet tuaja, me dashurinë tuaj, me dashamirësinë dhe miqësinë tuaj për të qenë me ne deri në fund të emisionit. Dhe ju ftojmë dhe ju bëjmë me dije që ndoshta Kartolina, cikli i emisionit Kartolina nga qyteti im apo nga qyteti që ju kërkoni të sillni përmes impresioneve tuaja qëndron e hapur dhe ju mund t'i dërgoni në mesazhet e Almës apo në inboxin tim për t'i bërë pjesë të emisionit, me video apo me të shkruar si të dëshironi ju. Ju ftojmë që vazhdimisht të bëheni pjesë e emisionit në mënyrë aktive apo jo aktive, mjafton të jeni me ne. Ne kemi shumë nevojë për ju, sikurse çdo kush në kushtet që jetojmë sot, kur edhe griprat janë vërdall dhe stafi është pak i reduktuar për këtë arsye, sigurisht që pjesëmarrja juaj do të bënte që të mos dukej shumë mungesa e secilit prej nesh. Megjithatë ja dolëm me sukses. Fal gjithë mbështetjes suaj. Për një fillim jave të re unë ju uroj shumë suksese në vazhdim fëmijëve dhe njëkohësisht sa më shumë energji, adrenalinë dhe bukuri shpirtërore për secilin prej jush. Nga unë Mimoza, natën e mirë dhe miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë. Natën e mirë gjithë. Natën e mirë dhe javë të mbarë. Javë të mbarë, mirë pafshim.